Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur të vazhdojë masën e sigurimit të arrest në burg për 9 shtetas të vënë nën hetim nga prokuroria e posaçme të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të lidhur me trafikun dhe prodhimin e narkotikëve, si dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Me kërkesë të SPAK, trupi gjykues me gjyqtare Net Levadeda shqyrtoi kushtet e zbatimit të masave të sigurimit për të dyshuarit Besnik Spata, Erinda Galliu, Altin Musta, Kevin Qevani, Toni Kota, Geraldo Seferaj, Eltion Myftari, Ledion Hoxha dhe Dorian Luzaj. Të arrestuarit akuzohen për vepra të rënda penale, përfshirë prodhimi dhe shitja narkotikëve në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, trafikimi narkotikëve në formë të përsëritur dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, krimi dhe drejtimi i grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Sipas SPAK, grupi vepronte në mënyrë të organizuar dhe me role të ndara për trafikun e lëndëve narkotike brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Hetimi ka nisur pas kërkesës që ka ardhur nga policia finlandeze më 21 qershor të vitit 2023. Me 21 nëntor po të atij viti, u krijua një skuadër e përbashkët hetimore me SPAK dhe policisë finlandeze. Për 18 muaj janë përdorur metoda speciale si përgjime telefonike dhe filmime të fshehta për të mbledhur prova. Nga hetimi u identifikuan 4 grupe të mëdha kriminale që kanë trafikuar mbi 400 kg amfetamin, 500 kg kanabis, sasi të mëdha kokainë dhe ekstazi. Antarët e grupeve punonin shpesh bashk ose për njëri tjetrin për të përfituar më shumë. 2 prej antarëve të grupeve kriminale që drejtonin aktivitetin nga Shqipëria ndodhen ende në kërkim.